Kujtimet mbeten të gjalla në çdo cep të kësaj zone, aty ku jeta ndërtohet mes dy gjuhëve, shqipes, gjuhës së nënës dhe malazezes, një dëshmi e bashkëjetesës dhe identitetit të fortë shqiptar. Mirsad Lulanaj, sot 36 vjeç dhe familjar, na hapi dyert e shtëpisë së tij. Gjatë vizitës djali i tij i vogël Siari na priti me flamurin shqiptar në duar, duke përshëndetur stafin e televizionit Apollon me shqiponjën e formuar me duar, një mikpritës i vogël, por me vlera të mëdha shpirtërore. Vizita në familjen e Mirsadit u kthye në një udhëtim emocionesh dhe kujtimesh. Një arkiv i gjallë i jetës së tij na tregoi për fëmijërinë pranë lumit që kalon afër shtëpisë, duke sjellë në vëmendje kujtime të heshtura, por edhe të rrëfyera përmes mikrofonit të televizionit Apollon, një histori e thjeshtë, por e fortë që pasqyron rrënjët, identitetin dhe dashurinë për vendlindjen. Pikërisht jemi në vend ku unë jam lind dhe rrit, këtu jemi luaj dhe kemi pas aktivitete si fëmijë, jemi larë me lumin cem gjatë stinës së verës, me shok, me shoqe. Kjo bukuri natyrore për ne është shumë e madhe, për ne është gjithçka, me qenë se siç po e shihni edhe ju vetë këtë kaltërsinë e lumit cem, këtë bukurinë, tashme mund ta shihni edhe ju përmes TV ekranit të televizionit Apollon, dhe unë njëkohësisht dua t'ju falenderoj që jeni sot këtu me neve në Dinosh. I ndjej edhe sot ato çaste kur isha fëmijë, kur isha i ri, si kalonim me shokët, me miqt, me dashamirë, por para se gjithash me vëllezër dhe motra, sepse të gjithë së bashku këtu jemi rrit nëpër këto 500 agure, siç po i shihni ju vetë, dhe në këtë bukurinë, kaltërsinë e lumit cem. Edhe për shokët të cilët i kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të cilët jetojnë atje, kam ftesë dhe thirrje që të vinë të na bashkohen këtë verë, por jo vetëm për ata, por edhe për të gjithë shqiptarët e Republikës së Shqipërisë, të Kosovës, të vinë të vizitojnë vendin tonë të bukur Dinoshën me këtë pasuri natyrore të cilën na ka falë Zoti.